si një sport i cili përfshin të gjithë, edhe ka mundësi të depërtoj tek njerëzit. Mund të bëj më tepër për t'i dhënë diçka në kthim komunitetit. Futbolli ka vlera si sport, ndaj na takon që t'i ndajmë këto vlera. Përmes strategjisë përgjegjësisë sociale, e cila synon të rrisë ndërgjegjësimin për kauza të rëndësishme sociale, mbështetjen e nismave konkrete për përmirësimin e shoqërisë, krijimin e urave lidhëse mes institucioneve, grupeve të interesit dhe komunitetit. Që kjo strategji të implementohet siç duhet dhe të arrijë objektivat e vendosura. Është e rëndësishme që të bashkëpunohet me institucionet, me organizatat që ndajnë të njëjtin vizion dhe përgjegjësi ndaj shoqërisë. Përfaqësues të cilave ne kemi këtu sot të ftuar dhe i përshëndesim. Për të krijuar një tablo sa më të qartë për misionin e kësaj strategjie dhe impaktin e saj në shoqëri, ne do të ndjekim tani një video përmbledhëse kjo e nismave të ndërmarra dhe aktiviteteve të organizuara nga Federata Shqiptare e Futbollit. Ju ftojmë ta ndiqni. Në vitin 2022, Federata Shqiptare e Futbollit ka lançuar strategjinë Futbolli për kombin. Ky përfshin komponentë të rëndësishëm të zhvillimit të futbollit në Shqipëri, duke përfshirë edhe përgjegjësinë sociale. Vizioni i kësaj strategjie është që futbolli të jetë një forcë shtytëse pozitive në shoqëri, duke luajtur rol në përmirësimin e komunitetit, angazhimin ndërinstitucional për të bërë ndryshime gjithëpërfshirëse dhe afatgjata. Unë kam nderin tani të ftoj këtu në skenë presidentin e Federatës Shqiptare të Futbollit, zotin Armand Duka, e cila skena ju pret. Për një fjalë përshëndetëse. Të nderuar pjesëmarrës, futbollistë, futbolliste, përfaqësues të shoqatave të ndryshme, e nderuar përfaqësuese e UN zonja Fiona, nderuar ministri i Brendshëm zoti Taulant Balla dhe një mik i përhershëm i futbollit shqiptar, shumë i nderuar Mikele Uva, drejtues në UEFA për projektet me përgjegjësi sociale. Edhe një herë mirëmbrëma dhe faleminderit që keni ardhur sot në këtë ceremoni të prezantimit të strategjisë së Federatës Shqiptare të Futbollit, e cila emërtohet ndërtimi i urave lidhëse nëpërmjet futbollit. Që futbolli është loja më e bukur në botë, kjo nuk ka asnjë diskutim. Por që çdo ditë më shumë futbolli po bëhet ndikues në përmirësimin e jetës, kjo përvërtetohet çdo ditë. Dhe pikërisht për këtë, ne jemi sot këtu në këtë ceremoni, pikërisht kaq të madhe, për të sensibilizuar gjithëkënd që t'i bashkohet iniciativave tona dhe strategjisë tonë për të ndikuar në përmirësimin e jetës në përgjithësi. Dy janë çështjet kryesore të njerëzimit sot, përmirësimet mjedisore dhe respektimi të drejtave të njeriut. Dhe pikërisht për këtë, nëpërmjet kësaj strategjie, ne jemi munduar që të bëjmë një program të përcaktuar objektiva të qarta për të realizuar dhe për të ndihmuar në përmirësimin e këtyre gjërave. Federata e Futbollit,
si që pat shkurtimisht edhe në këtë video, ka bërë vazhdimisht aktivitete me përgjegjësi sociale. Në fakt, nuk kam qenë shumë mbështetës si ne t'i pasqyrojmë këto, po mbase e kam patur gabim. Dhe pikrisht për të korrigjuar këtë gabim kërkova që të organizojmë këtë aktivitet sot, për të sensibilizuar gjithë shoqërinë për t'u bashkuar iniciativës tonë. Ndërtimi i urave lidhëse quhet strategjia sepse ne nëpërmjet fuqisë që ka loja do të tentojmë të bashkëpunojmë me çdo faktor, me çdo aktor dhe me çdo shoqat për të realizuar objektivat konkrete të kësaj strategjie. Nuk jam shumë i sigurt nëse ne do fitojmë me Italinë, unë nuk jam shumë i sigurt nëse ne do ta kalojmë grupin evropian. Por jam më shumë se i sigurt që do të realizojmë dhe do të kalojmë çdo objektiv që i kemi vënë vetes dhe do të ndikojmë fuqishëm për të bashkuar të gjithë faktorët në përmirësimin e jetës nëpërmjet futbollit. Ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen dhe ju ftoj edhe një herë që t'i bashkoheni kësaj strategjie, që t'i bashkoheni objektivave tonë. Një falënderim veçantë do ta përsëris për Michele Uvën, i cili e drejton këtë gjë në të gjithë Europën. Është sot në Shqipëri dhe këtë projekt apo iniciativë e shpërndan nëpërmjet skuadrës tij, në bashkëpunim me skuadrat e gjithë federatave për përmirësimin e jetës në të gjithë Europën. Nuk dua të zgjatëm, por edhe një herë ju falenderoj për pjesëmarrjen dhe ju ftoj edhe një herë për një bashkëpunim të mëtejshëm. Faleminderit shumë. Ju falemderit, zoti Duka. Ndërkohë, jemi të nderuar të kemi mes nesh sot një ministre, ajo është Ministrja e Shëndetësisë, Mbrojtjes Sociale, zonja Albana Koqiu, e cila do të vi për një fjalë përshëndetje. Mirëpresim me Eduard Trokitja. Përshëndetje të gjithëve, shumë interesante në fakt që të flasësh në një fush futbolli. Jemi mësuar në përsalla, po eksperienca këtu është sinqerisht e jashtëzakonshme. I nderuar zoti Duka, të nderuar miq dhe dashamirës, dua ta nis fjalën time me një falënderim të posaçëm për Federatën Shqiptare të Futbollit, e cila do të mbahet mend gjithmonë si e para që na integroi shumë përpara anëtarësimit të mirëfillt në Europë. Gjithashtu dua t'ju përgëzoj, zoti Duka, për faktin që ndonse europiani po troket në derë dhe natyrshëm vëmendja e gjithë sportashëve pak e nga pak do të sposohet në Gjermani, Federata Shqiptare e Futbollit është plotësisht e fokusuar jo vetëm tek loja, por dhe tek përgjegjësia e saj e jashtëzakonshme shoqërore. Kjo është një barë e rëndë, të cilës ju po i përgjigjeni me forcën e udhëheqjes përmes shembullit. Kështu që ashtu siç u tha edhe më parë në fjalën tuaj, sporti në përgjithësi dhe futbolli në veçanti ka një rol të jashtëzakonshëm, të pazëvendësueshëm për promovimin e barazisë gjinore në luftë ndaj stereotipeve, racizmit apo paragjykimeve. Ka gjithashtu një rol kyç në promovimin e një jetese të shëndetshme, larg veseve dhe posaçërisht larg veseve për të rinjt. Për këtë arsye, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe Federata Shqiptare e Futbollit janë aleat të natyrshëm në avancimin e prioriteteve tona të përbashkëta. Në strategjinë kombëtare të barazisë gjinore 2021-2030, ashtu si dhe në strategjinë tuaj për përgjegjësinë sociale, janë një tërësi masash konkrete me synim të shrënjosjen e diskriminimit të bazuar në baza gjinore dhe stereotipe të dëmshme. Mëtej në zbatimin e planit me aftësi të kufizuar të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, ne jemi duke nxitur përfshirjen sa më të gjerë të kësaj kategorie në shoqërinë tonë. Këtë nuk po e bëjmë më vetëm duke rritur mbështetjen financiare për paaftësinë, por dhe duke punuar aktivisht me të gjithë institucionet e tjera, partnerët
sipërmarrjen dhe duke nxitur aktivizmin dhe punësimin e trajtimin e barabartë të gjithë personave me aftësi ndryshe në të gjitha drejtimet dhe të gjitha aspektet. Dua të theksoj gjithashtu se sporti shërben si një mjet i rëndësishëm për fuqizimin e grave dhe vajzave. Historikisht, ato janë përballur me shumë pengesa në botën e sporteve, nga mundësitë dhe burimet e kufizuara deri te stereotipet dhe paragjykimet. Po për fat të mirë, kemi parë progres të jashtëzakonshëm në vitet e fundit, me sportiste gjithmonë e më shumë që vendosin rekorde të reja, që sfidojnë mundësitë dhe prapambetjen dhe frymëzojnë brezat e ardhshëm. Jam besim plot se në vijim, duke punuar së bashku, jemi në gjendje të forcojmë barazinë dhe rolin e gruas në shoqërinë shqiptare. Në mbyllje dua të theksoj se rruga që kemi përpara është e vështirë, është e bukur, është sfiduese, por jemi bashkë dhe ashtu si një ekip, ku gjithsecili ka rolin e vet, ne do të arrijmë të dalim suksesshëm. Po ashtu siç e ka treguar edhe përfaqësuesja jonë e futbollit, kur punojmë së bashku, asgjë nuk është e pamundur. Kështu që faleminderit, shumë suksese dhe dua të theksoj edhe një herë që Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale do të jetë një aleat ku së bashku ne do të arrijmë të bëjmë shumë më shumë për sportin, barazinë gjinore dhe gjithë përfshirjen. Faleminderit. Ju faleminderit, zonja Koçiu. Ndërkohë, do t'ju ftoj të ndiqni një video kalendar me aktivitetet e FSHF-s gjatë kësaj periudhe. Futbolli urlidhse, shumë e bukur. Ndërkohë, jemi të nderuar që kemi mes nesh sot një përfaqësues nga UEFA. Ai është zoti Michele Uva, i cili do të ngjitet në skenë për një fjalë përshëndetse. E mirëpresim Eduard Trokitja. Buonasera. Prima di
iniziare ho chiesto al Presidente della Federazione in che lingua avrei dovuto parlare, inglese o italiano. Vista la vicinanza del Paese abbiamo deciso per l'italiano. Mi mbrëma të gjithëve, përpara se të filloj fjalën time, ju drejtova presidentit dhe I thash me çfarë gjuhë duhet t'ju drejtohem dhe më tha me gjuhën tënde të zemrës, meqense ne këtu të gjithë e kuptojmë italishten. Innanzitutto grazie al Presidente Armand Duca, grazie Armand, grazie ai ministri che sono intervenuti oggi in questa importante data per la UEFA, non solo per la Federazione Albanese. Grazie. Faleminderit presidentit Duka, faleminderit ministrave të qeverisë shqiptare që kanë mundësuar pikërisht këtë lloj mundësie për të gjithë shtresat në nevojë dhe për njerëzit me aftësi të veçanta. Occasione per salutare anche l'intera famiglia del calcio albanese, giocatori, giocatrici, allenatori, ragazzi, professionisti, tutta la famiglia albanese che è qui rappresentata da voi e dal vostro Presidente. Dëshiroj gjithashtu t'i jap falënderimet e mia të gjithë familjes së futbollit shqiptar, duke përshëndetur këtu të gjithë lojtarët, djemt dhe vajzat, profesionistët dhe amatorët që janë pjesë e kësaj familje të madhe të futbollit. La UEFA è orgogliosa di essere qui oggi con voi. UEFA është krenare që t'jetë këtu me ju sot. Per la presentazione della strategia sulla sostenibilità 2030. Dhe jemi këtu të mbledhur për strategjinë e vitit 2030 për qëndrueshmërinë dhe për përfshirjen sociale. Bisogna fare I complimenti alla Federazione Albanese per il suo grande e importante sforzo che hanno fatto oggi per aprire una nuova porta verso il futuro. Më duhet të falenderoj federatën dhe të gjithë sforcët që ajo ka bërë për hapjen e një dere dhe për një të ardhme më të ndritur dhe më gjithëpërfshirëse. I complimenti vanno al Presidente Armand Duca, al Segretario Generale Ilic Armando Duca e in fondo lì al manager della sostenibilità e via. Grazie e complimenti. Ja përshëndetje Zoti Duka, por gjithashtu edhe menaxherit të pjesës së përgjegjësisë sociale dhe mbështetjes së mjedisit, meqense ndodhet aty në fund. Solo pochi concetti. Primo, essere uniti. Sui temi della responsabilità sociale dobbiamo lavorare tutti insieme. UEFA, Federazione Albanese, Governo, istituzioni globali, tutti insieme, solo tutti insieme possiamo ottenere dei grandi risultati. Për këtë përpjekje, ne duhet jemi të gjithë bashkë, federata, së bashku me qeverinë, edhe me organizatat e tjera apo me qendrat e paraburgimit, në mënyrë që kjo të ketë një efektshmëri të sajën dhe që të jetë me diçka e vërtet reale. Secondo concetto è la leadership. La leadership avviene quando si trasformano concetti in azioni. Dobbiamo passare ora alla seconda fase, le azioni concrete. Në mënyrë që të arrim atë që tham, duhet kemi një element të dytë, që është vizioni dhe udhëheqja së bashku me të. Pra, ato fjalë që kemi thënë tashmë duhet t'i hedhim në veprim. Dhe njerëzit vetëm atë do të mund të shikojnë, veprimin. Terzo concetto è l'impatto. Cosa possiamo fare noi per la società civile? Il calcio può fare tanto e lo faremo. Dhe koncepti I tretë është impakti. Çfarë mund të bëjmë ne për shoqërinë
dhe çfarë mund të ndryshojmë për të, dhe futbolli mund të bëjë shumë. Cambiare anche l'approccio, non subire i mali della società civile, ma essere i leader di nuovi messaggi positivi verso i nostri bambini, verso le nostre bambine, verso la società civile. Dhe kjo arrihet me marrëveshje dhe në bashkëpunim me shoqërinë civile, për të punuar veçanërisht për të rinj, për fëmijët, dhe sepse ata do të jenë e ardhmja dhe mundësia jonë. Siamo la più grande piattaforma al mondo per numero di persone. Ci sono partite che sono viste da 2 miliardi di persone nel mondo. Jemi pikërisht me platformën më të madhe në botë, me një përfshirje prej 2 miliard antarësh. Ndaj mund të bëjmë shumë. Quindi viviamo questo come grande responsabilità. Ndaj këtë e shikojmë si një përgjegjësi të madhe. La crescita della Federazione Albanese negli ultimi anni è stata impressionante. Dhe këtë mund ta shikojmë edhe me rritjen dhe fuqizimin e Federatës Shqiptare të Futbollit, që ka qenë diçka me përshtypjet më të mëdha dhe më të mira. E la Federazione Albanese e la famiglia del calcio albanese potrà sempre contare sulla UEFA. Dhe Federata Shqiptare dhe familja shqiptare e futbollit mund të mbështetet gjithmonë tek UEFA. Il calcio è un'attività di team. Futbolli është një aktivitet ekipor. Giocheremo insieme la partita della nostra responsabilità sociale verso la società civile. Do ta luajmë ndeshjen tonë për përgjegjësinë sociale së bashku me shoqërinë civile. Ultimo punto, buona fortuna per gli europei. Dhe pika e fundit, suksesën europian. Grazie. Ju faleminderit. Faleminderit në Shqip. Faleminderit zoti Uva. Tani kemi kënaqësinë të ftojmë në skenë koordinatoren e Kombeve të Bashkuara këtu në Shqipëri, zonjën Fiona McClunny. Presidente, it's a great pleasure to be here in the middle of the football pitch to address you today. Përshëndetje, është një nder që të jem këtu në mes të fushës së futbollit dhe të jap fjalën time. I'm really pleased to be here at the launch of the Building Bridges Through Today Sustainability Strategy. Dhe jam nderuar që të flasim sot për përgjegjësinë sociale dhe qëndrueshmërinë e ambientit. Particularly because I am the resident coordinator of the United Nations here in Albania, and one of our important jobs is to implement the Sustainable Development Goals. Duke qenë koordinatorja rezidente e OKB-s këtu në Shqipëri, e kemi si objektivin ton të mijëvjeçarit pjesën dhe objektivin e qëndrueshmërisë. So work on sustainability is the core of our mandate. Dhe objektivi i qëndrueshmërisë është thelbi i mandatit tim. The United Nations work in Albania is governed by a 5-year plan that we've made with the government. Puna e zyrës së OKB-s në Shqipëri qeveriset dhe drejtohet me një kuadër 5 vjeçar për zhvillimin e qëndrueshëm në bashkëpunim me qeverinë shqiptare. But I want to take this moment here to make a few personal reflections based on my experience as a football fan. Do doja të merja pak momente që të ndaja me ju disa refleksione personale se si e shikoj unë duke qenë vetë një tifoz e futbollit. I think football can be a very important way of creating a sense of community. Së pari, futbolli krijon ndjesinë e komunitetit dhe të qenit bashk.
It's often seen as a man or a boy's sport. But in my experience, as a fan of Fulham Football Club, we often unite as a community around whether our team does well or not. Së pari, duke folur si tifoze e Fulhamit, doja të thoja që ky sport shikohet më së shumti si një sport i djemve apo i burrave, por në përvojën time është më së shumti një përvojë e bashkësisë kur ne mblidhemi bashkë përreth ekipit. People of different ages, different backgrounds, different socio-economic status all come every week to see whether one of our famous Albanians, Armando Broja, on loan from Chelsea, whether he'll play or not. Të gjithë njerëzit me mosha të ndryshme, me preardhje apo me statuse të ndryshme social-ekonomike, vinë që të ndjekin skuadrën dhe veçanërisht nëse do të ketë minuta ylli shqiptari i futbollit Armando Broja në ekip. And as they call him in the stands, Broja, Broja. Similarly, they call the other star from the region, Mitrovic, Mitro, Mitro. Sadly, Broja has had few opportunities to play this season. Shumica e tifozëve sa herë që e shikojnë Brohorasin duke e brohoritur Broja, por në të njëjtën kohë gjithashtu Brohorasin edhe lojtarin tjetër Mitrovic, Mitro. Fatkeqësisht Broja deri tani nuk është se ka marrë minutat që normalisht do t'i meritonte. Football can teach valuable lessons for life in discipline, perseverance, teamwork and resilience. Së dyti, futbolli mund të mësoj mësime shumë të vlefshme për jetën, siç janë disiplina, këmbgulja, puna në ekip dhe qëndrueshmëria. And a platform for personal growth and development, providing opportunities for individuals to challenge themselves and push their limits. Shërben gjithashtu si një platformë për rritjen personale dhe zhvillimin, duke dhënë mundësi për individ që të sfidojnë veten, të shtyjnë më tej kufizimet e tyre dhe të zbulojnë potencialet. But last but not least, football has the power to inspire and uplift, especially when values are at the core. Së fundmi, por jo më pak më së rëndësishmi, futbolli ka fuqinë të frymëzojë dhe të ngrejë shpirtin, veçanërisht kur vlerat vihen në qendër. On December the 23rd, I watched Fulham play Burnley. Fulham won 2-0. But what was more remarkable was that for the first time, a woman was on the pitch as the referee in the Premiership. So although there were lots of mutterings in the stands about the decisions of the referee, no one actually said anything about the fact there was a woman who was the referee. There were no negative comments. Në 23 dhjetor të vitit kaluar pash ndeshjen e Fulhamit që luante kundër Burnleyt dhe fatmirësisht fituan 2-0. Po çfarë ishte më e veçantë ishte se u gjykua nga një arbitër femër, Rebecca Welch, për herë të parë në një ndeshje të Premier Ligës. Megjithë pavarësisht koreve të mundshme për sa i përket vendimeve të gjyqtarit, askush nuk u ankua nëse gjyqtari ishte një burr apo një grua. But after the game, my friend from Barbados, who is black, reminded me that although having a woman referee was great, we'd yet to see a black referee in the Premiership, even though there were so many outstanding black players in the English team, Marcus Rashford, Raheem Sterling, to name a few. Pas lojës, miku im nga Barbados, që është një njeri me ngjyrë, më kuptoi gjithashtu se përveç gjyqtarëve dhe arbitrave të ndeshjet, është me rëndësi për të parë një gjyqtar me ngjyrë që të luajë dhe të gjykojë në Premier League. Pavarësisht se kemi lojtarë shumë të veçantë dhe të mirë, thjesht vetëm duke përmendur Marcus Rashford dhe Raheem Sterling. We see in the Premier League that the new initiative that they have launched this season, No Room for Racism initiative. These powerful messages and this leadership, I believe,
has seen a change in British football. I wouldn't have gone to a match when I was 20 or when I was 30, but I do go now I'm 50. So this is a different environment. It was so long associated with violence, with gangs, and with white racist behavior. So football leaders can really make a difference. Premier Liga në këtë sezon ka filluar iniciativën përkundër racizmit, nuk ka hapësirë për racizëm, duke dërguar një mesazh të fortë si për ligën dhe për klubet që të mos tolerojnë sjelljen raciste askund. Dhe meqense këto janë mesazhe shumë të forta që edhe unë kur isha 20 apo 30 vjeçë kisha të pamundur që si tifozë të ulesha në shkallët e stadiumit. Por sot është e mundur dhe veçanërisht futbolli britanik është larguar nga ajo që pasion e lidhur më përpara me dhunën, bandat apo dhe me sjelljen racore. So, in conclusion, I'd like to say, in addition to the sustainable and development goals that football can contribute to, one of the very important areas that you could also think about is enhancing understanding, reconciliation, and strengthening peace and dialogue around the players that we have, these talented players that I've both seen at places like Fulham. Thank you. Dhe në fund të fjalës time do doja të theksoja rolin e rëndësishëm që mund të luajë futbolli për të arritur objektivat e paqes, drejtësisë dhe institucioneve të forta duke i bërë njerëzit bashkë në fushë për të promovuar dialogun, mirëkuptimin, pajtimin dhe duke ushqyer qëndrueshmërinë sociale dhe forcimin e institucioneve. Ju falenderit. Falenderojmë zonën Fiona McClunny dhe ndërkohë do të ftojmë në skenë përfaqësuesin e UN Women, zotin Michele Ribotta. E mirëpresim në skenë me Duart Rokitja. Përshëndetje të gjithëve. Thank you very much for the invitation and big congratulations to the Albanian Football Federation for the adoption of such an important sustainability strategy that touches upon so many important issues related to social responsibility. Përshëndetje të gjithëve, mirëmbrëma dhe falenderoj Federatën Shqiptare të Futbollit që ka marrë iniciativën për sa i përket përgjegjësisë sociale dhe qëndrueshmërisë dhe duke patur në fokus të vetin brezin e ardhshëm dhe mirë edukimin e tyre në përpjekjet që ata kryejnë. As the UN Organization on Gender Equality and Empowerment of Women, we are particularly pleased to see that the strategy also focuses on the issue of inclusion and of gender equality. Dhe si zyrë e UNICEF-it që merremi me të drejtat e grave, fëmijëve dhe vajzave dhe fuqizimin e rolit të gruas në shoqëri, jemi të lumtur për çka është arritur deri më sot. For us, there are at least three important ways in which sports, and especially football, can really contribute to equality. Dhe atë çka ne mund të shikojmë nga futbolli dhe kontributin që mund të japi vlen tek roli i futbollit në cilësi. The first one is that football can be a really powerful vehicle for women empowerment. I think many of us still have fresh in our minds the memories and the images of last year FIFA World Cup, Female World Cup. And as UN Women, we were very proud to have a partnership with FIFA and to sort of issue call for actions for gender equality and to see so many female athletes acting as champions and demonstrating to billions of women and girls around the world that, like every job, every sport is a woman sport. Këtë ne mund ta shikonim në rastin dhe shembullin e Kupës së Botës për femrat vitin e kaluar, kur pam atlete shumë të mira të rruzullit toksor që silleshin si kampione duke dhënë shembullin dhe rolin e tyre që mund të luanin në fuqizimin e rolit të gruas në shoqëri. Secondly, sports and football in particular can be a very powerful instrument to look at the issue of equal representation and participation. We're very happy that as UN Women in Albania, we've been working with Albanian partners to provide a kind of a gender assessment of the world of sports and sports organizations.
because this can also be an instrument to sort of, like in many other industries and sectors where Albania as sort of breaking or is breaking the glass ceilings, we hope that the next sector will be the world of sports and sports organizations and football organizations. Duke parë rolin dhe punën e federatës që dua ta falenderoj, mos harrojmë që të shikojmë edhe rolin që mund të luajë sporti në fuqizimin e gruas dhe ne e kemi si objektiv tonin që nëpërmjet organizatave sportive të kemi mundësinë të fuqizojmë rolin e gruas dhe në jetesën e saj dhe cilësinë e jetës. Lastly, although we are super excited to see a growing number of female players as well as women joining the fan base, we know that football is still largely sort of characterized by a male fan base, and I think that this gives us an opportunity to also, everybody who works on football, the players, the managers, to really promote positive models of masculinities. Duke parë rolin e futbollit dhe veçanërisht rolin e tifozëve dhe me qenë se tifozët në shumicën e kohës shikohen me bazë mashkullore, pavarësisht rritjes së tifozëve femra në shkallët e stadiumit dhe lojtarëve profesioniste në futboll, atë çfarë ne do të shikonim ishte dhe do të jetë dhënia e një roli të mirë të një mashkulli në shoqëri. So we're very happy that in Albania the football movement has been increasingly participating in public campaigns and initiatives on gender equality, on eliminating violence against women, on addressing toxic masculinities, and as a member of the UN family we remain available and we look forward to continuing the partnership, including with the Albanian Football Federation in this front. Dhe ne si zyrë UNICEF-i duke pasur objektivat e rolit të gruas dhe barazisë në shoqëri, do të jemi gjithmonë të hapur në përpjekjet tona dhe në marrëveshje me federatën edhe në të ardhmen në të gjitha fushatat që mund të përdoret edhe futbolli për këtë lloj roli të gruas në shoqëri. Thank you very much. Shumë faleminderit. Ju faleminderit zoti Ribota. Kam kënaqësinë tani të ftoj këtu në skenë për të përshëndetur ambasadorin e FSHF-s për përgjegjësinë sociale. T'ju prezantoj pak me Jonit Ferhati. Joniti është ambasador i zgjedhur për të përfaqësuar kauzën e përgjegjësisë sociale dhe do të na shoqërojë përgjatë implementimit të strategjisë ndër vite. Joniti ndoshta nuk e sheh futbollin, por ai e ndjen më shumë se një tifoz i fortë i futbollit. Joniti është mishërim i faktit që futbolli është për të gjithë. Ndjekim fjalën përshëndetëse të tij. Mirëmbrëma gjithëve, përshëndetje. Përshëndetje zotit Duka në mënyrë të veçantë. Faktikisht atëherë kur nuk mendoj që të verbrit mund të luanin futboll këtu në Shqipëri, FSHF-ja e mbështeste futbollin për të verbër rreth 20 vite më përpara në vazhdim. Po ashtu është mbështetur vazhdimisht në çdo vit edhe në kompeticione ndërkombëtare. Por jo vetëm kaq, unë dua të them sot mes jush që FSHF-ja është modeli më i mirë për të ndjekur edhe deri këtu, por edhe në të ardhmen ashtu siç shihet në këtë strategji, që është realisht modeli më i mirë për të ndjekur për sa i përket gjithë përfshirjes. Futbolli në vetvete krijon ura komunikimi, por siç e dim që komunikimi është çelësi i suksesit, që do të thotë futbolli nuk ka të humbur pavarësisht në fushën e lojës, ka edhe barazime dhe humbje dhe fitore, por në vetvete futbolli është sukses. Është privilegj për mua që jam përzgjedhur nga FSHF-ja dhe shpresoj që bëj më të mirën, qoftë duke e mbajtur këtë përgjegjësi më shumë se sa si një privilegj për të bërë atë çfarë duhet bërë për sa i përket gjithë përfshirjes apo kauzave të përgjegjësisë sociale në tërësi. Dim që fusha sociale në vetvete në disa forma janë edhe pak vulnerable, por që në këtë rast është gjë më e mirë që futbolli
këtë gjë e bën të padukshme, sepse në vetvete është një kompeticion që sjell vetëm festim. Ashtu sikurse në këtë vit përtej asaj që është një kompeticion kampionat europian, por që le t'i urojmë dhe atyre suksese, sepse gjithmonë në tërësinë e tyre dhe ata i kanë mbështetur në format që kanë mundur kauzat sociale, kështu që le t'i urojmë suksese kombëtare dhe të falenderojmë të gjithë ata që janë të pranishëm këtu dhe që i mbështesin këtë kauzë ashtu siç bën FSHF-ja thuajse në çdo moment. Faleminderit edhe një herë. Jonit, falenderoj edhe shumë suksese në detyrën tënde të re. Të dashur miq, të ftuar, të nderuar, të ftuar, jeni të gjithë të mirëpritur në këndin atje për një koktejl. Ju falemnderit për prezencën tuaj, natën e mirë dhe mirëpafshim në eventet tjera.